Brashi tha që po doni me ndërtu aty diçka si qendra tregtare. Ajo është dezinformat. E na kemi pas me ndërtu një ndërtesë peplështi. Mirë po, mas kontakteve që kemi pas me komunitetin. E kemi pa që komuniteti po preferon me lanë parkat, mos me pas ndërtesë hiç. Edhe duke pas parasysh faktin që na nuk dojmë konfrontim me komunitetin, kemi fillu revidimin e planit, dhe aty do t'jetë veç parkingu nën toksor, -1 edhe -2, kurse në sipërfaqe të tokës do t'ketë vetëm park. E kjo me qëllim që të rriten hapësinat e lira, edhe të rritet gjelbrimi, edhe të qilet pamja, sepse ndërtesa shtëpia e ballë, ku kryetari i komunës që ka zyrën aktualisht, do të mbetet vetëm ndërtesë ku Asamblea Komunale i man takimet e veta një herë në muaj, kurse pjesa tjetër e ndërtesës do të mbetet për raste solemne, për festa kombëtare ose festa nacionale, ashtu që është Pallati i Brigadave në Tiranë, nëse u ka raste me pa. Çka do të ndodh me zyrën e kryetarit komunës? E pam të një fotografi. Po, nëse mundem me pa edhe një herë, pra ju planifikoni ndërtimin e një... në këtë lokacion, nëse mundet me e ndalë regjia për këtë. Ose që, dolim të kjo, të ndërtesa e komunës. Në këtë lokacion, gjysma e parë e lokacionit është planifikuar ndërtesa e komunës, kjo, ndërtesa e komunës, kurse gjysma tjetër planifikohet parking me diku 500-600 vende parking në toksor. Në cilin pjesë prizemit është kjo, kryetar? Kjo është karshi qendër sportive. Në këtë anën tjetër është qendra sportive, kurse veç që kalon rrugën kryesore që shkon për Sorik, edhe del në atë anën tjetër, edhe është ndërtesa e re e komunës. Tash, pse ndërtesa e re e komunës? Për shkak se aktualisht qeveria lokale ndodhet diku në 6-7 lokacione në prezent. Një drejtori këtu, një atje, edhe kryetari diku tjetër. Edhe komunikimi është pak më i vështirë. Me qëllim që mi pru këtë bashkë, edhe më komuniku ma letë, edhe më s'më hub kohë, edhe vetë prezenca e kryetarit komunës, ndikon si faktor motivus për stafin për me dhonë performancë më të mirë, na kemi vendosi me bo që zgjidhje, ndërtesa e komunës, komi pas janë 100 parkingje për të punësum të komunës, kurse pjesa tjetër do t'jetë parkingje publike, diku 500 deri në 600, më varësisht për zgjidhjes teknike. Pra që po fshin 2 parkingje, një te shtëpia bardh, edhe një parking tjetër tek ndërtesa e re e komunës, plus këto parkingjet ekzistuese që funksionalizohen. Kemi edhe një projekt tjetër për parkingje, që në fakt kemi fillu, po për shkak mos bashkëpunimit qeverisë dhe TKP-s kemi ngecë. Në qendër qytetit, afër ndërtesës kryesore të komunës, ku gjenden drejtorit, është një pompë karburanteve. Na kemi vlerësu që pompa karburanteve midis qytetit paraqet rrezik. Edhe kemi një plan për ndërtimin e një 100 parkingjeve aty. Mirë po nuk ka dashur masmari me shpronsuat pompën e karburanteve. Na kemi përgatitur dokumentacionin, e kemi çuar në AKP, edhe i ka një 7-8 muaj që s'kemi përgjigje. Edhe për atë arsye ka mbetë projekti. E kemi edhe një variant tjetër për diku afërsisht deri në 7-80 parkingje janë. Nuk e di saktë që t'i pari, maksimumi 100, te ashtu quajtur ura e Gjevrijës në lokacionin kur gjendet ekoregioni. Ekoregioni është ndërmarrje publike, e cila mirët me pastrimin e qytetit. E i bjen gati atje, ka shkojmë të stacioni autobusa? I bjen, ka të shkon për kufi, te ETC-ja. Se që turën në Gjevrijës nuk e pas nani. Ka të shkon për kufi, te ETC-ja. Ne kemi llogaritë që një ndërmarrje publike që mbledh me Torina mos me qenë në një vend të banueshëm. Edhe kemi gjetë një lokacion tjetër për me transferu ato, edhe kemi bën një projekt, një plan për me realizu përmes PPP, partneritetit publiko-privat, edhe komunës kishme i taku një pjesë, për shkak se toka është të komunës, e kemi përgatit dosjen me dokumentacion komplet, edhe kemi dërguar në qeverinë në 9 orë të vitit kalu. Ligjërisht qeveria ka qenë dashme në dhanë përgjigje për 1 muaj. Besoni, prej 9 orët vitit kalum nuk kemi përgjigje hala. Pra, as po, as jo? As po, as jo, dhe ajo ka mbetë që ashtu. Plus edhe një lokacion tjetër është që diskutuat për parkingje, të Shtrumfat, afër stacionit autobusave. Aty është një pjesë që është pronë private, e një pjesë pronë publike. Aty s'kemi plan konkret, po veç kemi pas bisedime potenciale me biznes privat, që me bo një bashkëpunim. Atë tokën që është pronë private e tyne, me ja bashkangjitë edhe këtë pjesën e komunës, edhe në aspektin ligjor
me bo një zgjidhje, normal që komunës kishme i taku një pjesë e parkingjeve aty, po nuk kemi plan konkret, sepse duhet mas pari me sqaru çështjen e pronave në aspektin ligjor, pastaj me kalu në fazën e bisedimeve konkrete, po është një potencial, një mundësi që edhe aty me ndërtu diku minimumi 200 parkingje. Pra, kryetar, këtë mandatin e ardhshëm, pra nëse zgjidheni kryetar, ju po thoni që do ta shfrytëzoni mos të madhe për me zgjidhur një çështje që lidhet faktikisht në veç parkingje, pra lidhen edhe me turizmin, pra pash me vizitorë të shumë që ka Prizreni, e cilët një prej problemeve vjen parkingjet. Pra Prizreni e ka fatin edhe fatkeqësinë, pra qytet i vjetër, tash parkingje ndoshta s'kan mujt me bë për shumë arsye, për shkak të zonës mbrojtme, po njëkohësisht e ka fatin se duhet me bë zgjidhje në mënyrë që mu shfrytëzua ajo pjesë. Definitivisht, edhe unë shpesh për përdori këto, po them qaj ekip menaxhues apo qaj qeveri lokale që e ka pru Prizrenin deri në këtë nivel, që më rrit turizmi, me siguri do din edhe me bë zgjidhje për pjesën tjetër, sepse kur bëhet zgjidhje për parkingje, faktikisht bëhet një zgjidhje, po ka shumë efekte pozitive, jo vetëm për parkim veturave, po edhe për tërheqje të turistave, sepse kur të vinë Prizren. Cili plani juaj për këto ndoshta, pikërisht për këto ndoshta më. Për turizëm. Pra për turizëm, pra. Për turizëm. Pra përveç me siguru për shembull një parking, për shembull një për vizitorë jam unë, që vi koma s'kohë, nejse unë vi kryesisht për me shku të ambëltore Shëndeti, që po ja bëj një reklam, edhe dal. Po zakonisht që më thon të vyll dikun me pas një parking për me mujt me hyjë te pjesa të zona historike e Prizrenit. Prizreni është një qytet që ka shumë vlera të trashëguar kulturore dhe historike. Edhe na ato vlera kemi përdor për me i promovu si tilla, po njëkohësisht kemi përdor për me bë promovimin edhe mundësinë e rritjes zhvillimit turizmit. Tash turizmi është rrit. Duke ju falendëruar përveç tjerash, edhe ngritjes, edhe të kvantitetit, edhe të kvalitetit jetës kulturore. Në momentin kur bëhet zhvillimi i turizmit, rritja e turizmit, atëherë ballafaqohesh me mungesë të kapaciteteve hoteliere, sepse rritja e kapaciteteve hoteliere nuk është bën në tempon e njëjtë që është bën rritja e turizmit. Edhe na po e vrem çdo verë, domethënë qershor korri gusht, kur është ai far maksimumi i zhvillimit të shumë festivaleve, ka mungesë të kapaciteteve, ka pas rritje të kapaciteteve. Mirë, po rritja e numrit turistave shkon me dinamik më të shpejtuar. Edhe tash neve na duhet me menu çysh me bë zgjidhje për ato. Ka pas të interesuar shumë për me ndërtu hotele të mëdha. Po. Mirë, po komuna ligjërisht nuk ka pas drejt me ia dhënë tokën në shfrytëzim. Janë ato ndalesat ligjore që për mua janë pa kuptim. Ka disa hotele që janë bën në jashtë Prizrenit, por në zonën industriale, që më thonë. Ka disa për hoteleve shumë moderne, një për tyne. Është vërtet kjo, po më shumë është një tendencë tjetër që në atë zonën e vjetër historike, shumë shtëpia banorët po lëshojnë përmes sistemit Airbnb. Po. Edhe vetë po kalojnë me jetu me një banesë tjetër, edhe kjo ka ndikuar në rritjet kapacitetit turistave. Po na tash do të shikojmë mundësitë qysh me u bë të mundshme investitorëve që më ndërtu hotele me kapacitete më të mëdha, edhe me u mundësu atynve që me tërheq edhe më tepër vizitor, jo vetëm për turizëm, ndoshta po edhe për seminare të ndryshme, për workshope, për punë të ndryshme të lloj-llojshme, kish më qenë interesante. Që është një aspekt shumë i rëndësishëm fakt për shkak se zakonisht këto shkojnë në Maqedoni, pra pa pikë nevoje, vjetëve të fundit e shfrytzu pak Prizreni, edhe rrugova fatmirësisht, po sigurisht ka nevojë shumë për kësi seminare që zakonisht marrin. Definitivisht. Unë besoj shumë që do të kemi ndryshim edhe nivel qeverisë qendrore, edhe qeveria tjetër që të vjen do të jetë më bashkëpunuese, edhe do të kemi mundësi që me gjetë zgjidhjet përbashkët, sepse zhvillimi i turizmit në Prizren është interes i këtë Kosovës e jo vetëm i Prizrenit. Absolutisht. Edhe konsideroj që me një fleksibilitet apo me një bashkëpunim më të afërt, gjithmonë ka mundësi me gjetë zgjidhje, aty ku ekziston një diagnostifikim i mirë i nevojave, edhe një vullnet për me bëu zgjidhje, po për fat tonin jo të mirë deri më tani s'kemi has të një qeveri e cila të paktën është e gatshme me bisedu. Fakt edhe këto komunat që në qeverisë për vetëvendosur nuk është që ja kanë pas shumë hajër në qeverisë. Për shkak njëri prej tyre Podojeva, që ka fitu befasisht kështu edhe hala se ka kryer rrugën, ose Gjilanit, që në fakt zërë që mos me pas kryeministër, i shkryqe e rrugë. Pra, lemo me kryeministër edhe
me një fitore të ati qytetit madhë, më të madhe që e kanë aktualisht, Gjilonit. Që se më lejon me skjaru, nuk përdu më thonë që kjo është revanshizëm me qeverisë qendrore, është mendësi. Mendësi, ku qeveria qendrore e konsideron vetën për mitë gjithë, edhe nuk bashkëpunon me komunat, se komunat i doken në nivel maj ullë, e neve na duhet një mendësi tjetër, e cila komunën e konsideron partner, e jo të subordinum. Po. Ska dyshim, pra. Unë përmenda pikrish për shkak Gjilonin, që ka fituar vendosja, po pavarësisht mas 5 vjetë vende se shkryu një rrugë që sinqerisht besoj që e kish përfundu se cila qeverime që po pajtona plotësisht një ta gjonë edhe me rrugën që e ka sa është veç Del Gjelan, po e lidh edhe me pjesën Luginës për Shevës e tjerë. E njëjta gjonë edhe me rrugën për Mitrovica dhe për Pej. Po, që s'e përfundu. Do më ju pyet te ku ishim të turizmit te Lumbardhi, pra pastrimi, po edhe mirëmbajtja, se Lumbardhi, pra edhe për shkak turizmit, manë qytet, pra ka nevojë, pra jo thjesht e pjesa vetëm te zona historike, po për te i saj. Po, tash na kemi fillu një projekt i cili ka fillu ndërtimin e brigjeve të Lumbardhi. Që kjo është 3.3 km. Po, që kjo është pjesa ka parku i qytetit, ka stadiumi atje, afër ETC-s, afër urës Gjevrijës. Aty kemi fillu, kemi punu të shka konkretisht, edhe punimet janë në vazhdim me sipër, edhe unë shumë besoj që ku të përfundon kjo, do të jetë një ambient shumë i këndshëm. Pjesa qendrore e Lumbardhit, përveç tjerash, verës ballafaqohet me mungesë të ujit. Unë jam interesu pak pse ka ndodhur kjo, edhe kom pa që në hymjet Prezenit kish vende që pendalshin ujin edhe peshoeshin për me vadit. Edhe jam interesu që mos me lanë Lumbardhin pa ujë. Në ta përdorin një pjesë për vaditje, po të alshojnë një pjesë që të ketë ujë në për qytet verës, për shkak thatësisë, pastaj edhe për kundërmon edhe për i venera. Një problem tjetër që kemi është Prezeni e ka një impjant për trajtimin e ujnave të zeza. Çaj impjanti për trajtimin e ujnave të zeza